gjithë na jemi dëshmitar kur vim ke qytetin tuaj të bukur e të mirë, që na presin me dhjetra dhe qindra njerëz në rrugë duke thonë urdhëroni kemi dhoma për ju. Vjen ora 4 mëngjes, kanë njerëz në rrugë, vjen 6, vjen 8, vjen 10, vjen 12, vjen drek, vjen mbrëmje, vjen sabah, kur do që vjen 24 orë, ki njerëz që ofrojnë shërbimet e veta, edhe nuk lodhen. Ajo që më vjen keq mua personalisht, hala se kum pa një musliman që del 24 orë dhe u thot musafirëve që i vinë, urdhroni, kemi një ofertë të mirë për ju, një libër, një fletush, një CD për islamin, dua japim juve. Kemi kohë se jemi zanë më të parë. Mirë po, nëse na vetëm të parën e bëjmë e harojmë dytën, atë nuk kemi besnik ndaj musafirit. Se të ne popull çka thotë shqiptari, kur s'ka asgjë, buk e krip e zemër të bardhë. Nëse ti, që në xhami sot këtu, ki mundësi mi ofru dhomë ati, që e ki, po edhe islamin që e ki duhesh me ofru ati. Kjo është një koqërllëku i vërtet, i mirë. Që t'ja ofrosh musafirit ato që i ki. E ki dhomën, ja ofron, e ki islamin, ja ofron. Kështu është e drejta, e mira, e sakta, për ndryshe, do t'jemi përgjegjës për Allahu të xhelal. E dikush kur i themin a këto fjalë, arsyetot o hoq, po ata s'kan ardhur me marrë libër e fletush që CD të islamit, kanë ardhur për punë tjera. O hoq, pastaj edhe nëse dal unë po, një njeri çka mund të bëj ata mos kjo logjik pesimiste nuk duhet me ekzistuar te muslimanët.